Atëherë dashur, kam sot të ftuar me të cilin do diskutojmë përmes platformave tona online, zotërion Ylberi Gjepi, që është kryetrajner dhe po ashtu njërit edhe magjistër i edukatës fizike, kryetrajner i klubit dhe shkollës së karates Shkumbini. Besoj kemi shumë çka për të folur, një klub me traditë dhe me arritje të shumta. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Përshëndetje, ju falenderoj shumë për ftesën edhe për këtë inkuadrim online. Fillojmë fillimisht ndoshta të na tregoni pak mbi ndarjet mbi grup mosha dhe trajnimet që bëni brenda klubit Shkumbini. Po, klubi karates Shkumbini tashmë ka një traditë edhe të punës edhe të disiplinës, pasi që kemi pasur edhe shumë rezultate. Më thonë, prej vitit 2011 funksionojmë si klub dhe tashmë kemi edhe një numër të konsiderueshëm të nxënësve dhe gjithashtu edhe të rezultateve të shumta. Kështu që fillimisht i ndajmë në grupe fillestare, përparimtar dhe të avancuar apo të garues, të cilët i kemi. Klubi karates numëron mbi 60 anëtar, ku më thonë çdo herë të gjithë bashkë në grupe që i kemi të ndara. Këto grupe që po na përmend, çfarë grup mosha përmbajnë dhe dua të di pak ndoshta edhe cila është mosha më e re që pranoni ose të paktën keni pranuar ndonjëherë dhe deri në cilën moshë kryesisht trajnohen te klubi juaj. Po, si zakonisht, domethënë grup moshat më të reja fillojnë diku që nga mosha 5 vjeçare. E më të rritur, kemi grup moshat të ndryshme në klubin tonë. Grup moshat më të reja që i kemi pasur, më thonë, vitin e kaluar, kanë qenë fëmijët e mi bineqët, 4 vjet, dhe kemi pasur një eksperiencë pak sa të re, domethënë edhe pse ishin shumë të vegjël në moshë, po edhe pse e kishin trajnerin, më thonë, prindi ishte një kombinim të disa herë nuk arrishin ta kuptojnë fëmijët, mirë po ja arritëm të dalin, më thonë kanë formu një disiplinë shumë të shkëlqyer, edhe ato edhe të gjithë nxënësit të cilët janë të ri. Mendoj se sporti karates përmban një disiplinë shumë të mirë për të gjithë nxënësit apo anëtarët e klubeve, të gjitha klubeve, jo vetëm tek ne. Vetë keni pasur pasi e përmendët me fëmijët e juaj këtë eksperiencën që në moshën 4 vjeçare aty të keni pjesëtar të klubit, do e praktikoni më, mendoni që do ta praktikonit më qoftë në moshën 4 vjeçare apo ndoshta edhe më të rinj apo janë të vegjël? Po, shqyqo, varet edhe prej natyrës së fëmijëve, po më thonë ata të fëmijë të cilët janë të pavarur nga prindët, të cilët mund të mbanë, më thonë, një trajning pa prezencën e prindërve, mendoj se nuk është edhe shumë moshe e re të cilët mund të merren me ndonjë lloj sporti, edhe pse sporti karates ka disiplinë dhe ruan edhe, më thonë, shëndetin e fëmijëve, kështu që mendoj se ja vlen të gjithë prindërit edhe nga mosha shumë më të reja të aktivizojnë fëmijët në për çdo lloj të sportit, jo vetëm në karate, pasi që i largojnë nga telefonat, i largojnë nga rrjetet sociale, më thonë, këto që i dëmtojnë shumë fëmijët. Grup mosha më, le të themi, më e madhe apo më e vjetër, cila është ajo që pranoni? Ne pranojmë të gjitha, mirë po grup moshat më të mëdhaja kur mrin një të themi 18 vjeçare dhe pastaj ata distancohen nga sporti, pasi që dikush merret edhe me ndonjë profesion, vazhdojnë me universitet, me fakultete dhe pastaj pak bën edhe ajo të vetën që i largojnë nga sporti, mirë po, ne kemi pasur edhe, më thonë, fillestar të rritur, 18 vjeç, 19, kanë pasur dëshirë ta mësojnë këtë sport, edhe kemi pasur shumë rezultate. Jo, nuk është të them vetëm të rezultate në përgara, mirë po dikush e ka edhe për hobi, dikush e ka edhe për vetë mbrojtje. Shumë i përshtatet sporti karates të gjitha grup moshave dhe të gjitha personave të cilët duan të arrijnë diçka. Po, qoftë si hobi, qoftë si vetëmbrojtje, qoftë si rekreacion dhe çdo gjë tjetër, po ashtu si çdo sport tjetër, të mëson disiplinën, ka shumë benefite të tija, që besoj dhe do i diskutojmë tutje. Na i numëron pak
sepse besoj që shumë nga ata, shumë nga pjesëtarët e klubit tuaj, vetë se garojnë, kanë sjellë rezultate të klubi, kanë sjellë rezultate në qytet, kanë sjellë rezultate tek vetja. Kemi po ashtu ndokush që shohim që do vazhdoj karaten në mënyrë profesionale dhe po ashtu na i numëroni pak sukseset që momentalisht ka klubi. Po, është e vërtet, kemi pasur edhe suksese ndër vite, po tashmë kemi dy antarë të cilët kanë marrë pjesë më së shpeshti nëpër gara si brenda dhe ashtu edhe jashtë vendit. Ata po përgatiten, më thonë, në mënyrë intenzive, tash me një pauzë të shkurtë dhe pastaj vazhdojmë me stërvitjet intenzive të cilët garat na presin si shtetërore edhe pastaj ballkanike dhe europiane. Janë të rinë në moshë, mirë po sa shifet premtojnë shumë që do të merren dhe do vazhdojnë seriozisht me karaten dhe do të arrijnë rezultate të larta. Kemi hapësirë ne, krijojmë kushte, kemi hapësirë për kudo që do të merret seriozisht me karaten? Po, pasi që ne kemi edhe sallën tonë, pas sa që unë si garues nuk kam pasur mundësi të kem një sallë që mund të stërvitem edhe jo vetëm 3 herë në javë, por nevoja është edhe ka raste edhe 5 herë ose 6 herë në javë, pasi që profesionalizmi ka të bojat që kërkon çdo ditë trening dhe nuk të lënë pasi që kundërshtarët bojnë treninge dhe ngelesh mbrapa. Kështu që mendoj se kemi hapësirë, mund të punojmë, presim vetëm për rezultate më të mëdha. Po si shtet kemi, domethënë, kemi hapësirë që ju japim këtyre të rinjve apo profesionistëve, domethënë sportistëve që tashmë vendosin që karaten do e ndjekin në mënyrë profesionale, kanë hapësirë dhe kushte të mjaftueshme. Po të shpresojmë që do ndryshojë diçka edhe pse kanë paralajmëruar se do të ketë ndonjë benefit edhe më të madh në mënyrë financiare, pasi që çdo herë çdo garë të paguhet me vetë financim, mendoj se për të gjithë është pak një barë, pasi që prindët kanë barë të paguajnë edhe stërvitje, edhe më thonë veshmbathjet edhe të paguajnë edhe garat të cilët vetë karakteristi përfaqëson Maqedoninë nëpër gara ballkanike ose europiane, mirë po tash kemi një shpresë që do të më thonë përkrahet edhe prej federatës, edhe prej Agencionit për Rini dhe Sport dhe Ministrisë, kështu që kemi një si të themi një plus të madh, pasi që fëmijët të mbulojnë harxhimet, të kenë të mbuluara harxhimet. Funksionon që nga viti 2011, domethënë shumë vite punë dhe mund dhe çdo gjë tjetër, na i përmend pak ndoshta tituj, rezultatet apo medaljet, domethënë arritjet pak më kryesore ndoshta ose më rëndësi për klubin. Po si arritje më të madhe kemi pasur në 9 kampion Evrope dhe disa herë kampion ballkanik, kemi pasur disa nxënës që të cilët më tash nuk merren me karate, mirë po kanë qenë shumë aktiv dhe kanë shpresuar shumë, mirë po pak para që i cekëm disa handicap që e kemi nga federata apo nga agencioni, të cilët nuk po na përkrahin sportistët edhe që të vazhdojnë, domethënë edhe në mënyrë financiare të kenë një lehtësim të madh, pasi që është e pamundur të mbulojnë çdo herë ata. Kështu që të shpresojmë që të kemi edhe të rinjt mos të na largohen nga sporti, po të vazhdojnë dhe të japin të gjithë talentet edhe ata që punojnë, të japin maksimumin që të ketë edhe rezultate jashtë vendit. Kjo çështja e financave besoj një nga shkaqet kryesore që shkakton largimin apo të rinjve nga sporti në përgjithësi. Po, është e vërtet, pasi që fëmijët, më thonë, rriten, janë një moshë që do duhet vendosin të marrin një profesion apo do vazhdojnë me karate dhe do kenë ndonjë feedback apo ndonjë pak apo edhe pse ka rezultate të mira, më thonë stipendionet na kanë munguar, kështu që
tash të shpresojmë që fëmijët mos t'i largojmë, po t'i afrojmë sport. Për si vjet, çfarë përmbajtje kishte deri më tani kalendari i klubit tuaj dhe po ashtu çfarë do ketë të muajve në vijim? Po kemi marrë pjesë në disa turne ndërkombëtare edhe brenda dhe jashtë vendit. Tash të përgatitemi edhe për kampionate shtetëror, edhe pastaj kampionati shtetëror na orienton se si do vazhdojmë tutje, domethënë çdo kampion vazhdon në gara ballkanike evropiane, kështu që ajo është një lloj caktimi i të gjithë garuesve se si do vazhdojnë garat edhe ballkanike dhe evropiane. Që jemi në sezonën verore, kemi pushim për karatisët apo puna vazhdon gjithmonë? Po kemi një pushim të shkurtër, pasi që edhe fëmijët ikin dikund edhe në përpushime, edhe kthehemi pas një pushimi 20 ditor, as një muaj që vjen dhe vazhdojmë me punë intenzive, pasi që çdo pushim më i gjatë ndikon tek garuesit. Formimi edhe tek gjithçka tjetër apo jo, tek energjia dhe çdo gjë. Besoj që sësi ata pas pushimit edhe me zi presin të rikthehen. Po, e vërtet, disa vetëm se edhe nuk don të kenë, pushim, mirë po është e pamundur tek të gjithë nxënësit të jetë e njëjta dhe patjetër që një pushim 20 ditor të mbahet dhe vazhdohet me një punë intenzive për më tutje. Dua di pak edhe ndoshta rreth balancit, le të themi, të gjinive. Kemi mjaftuar shumë të interesuar edhe vajza, po aq sa dhe djem? Kemi interes edhe nga vajzat, mirë po nuk është numri sa edhe tek i djemve. Mirë po tash kohëve fundit, domethënë është rrit ndukshëm numri i vajzave në këtë sport. Edhe në sportet tjera, po sa i përket karates, mendoj se ka shumë interes tash edhe kjo më lë një përshtypje, pasi që kemi pasur mungesë në për të gjitha kategoritë kishim 7-8 vajza në për turne, tash është rritur ndukshëm numri dhe më bën shumë qejf kjo, pasi që edhe vajzat duhet të merren me sport edhe të kenë një vetë mbrojtje të tyre të jenë më të sigurta në atë kuptim të fjalës, jo vetëm për sportin e karates, po edhe në për jetën e përditshme. Gjë shumë e mirë që është rritur dhe interesimi dhe vetëdia dhe gjithçka tjetër për marrjen edhe të vajzave me sport, jo vetëm të karates, por në përgjithësi. Çfarë na sjell karateja si sport, benefitet që ka, përveç disiplina nuk diskutohet, po edhe ndër të tjera? Po, si që cekët edhe ju, disiplinën e ka në rend të parë, mirë po pas disiplinës vjen edhe të gjitha benefitet shëndetësore, elasticitetin, qëndrueshmërinë, të jetë i vendosur një fëmijë, të jetë të dojë fitoren, po asesi të lëndoj kundërshtarin. Kështu që të arrish diçka, po pa lënduar askënd. Më janë disa benefite që të jep sporti i karates, gjithashtu në zhvillimin e trupit që asnjë nuk diskutohet, kështu që ka shumë benefite si sport, mirë po edhe një që të jep një vetbesim tek vetja, pasi që ndihesh pak më i sigurt edhe për ndonjë rast të themi, ndonjë rast të ndonjë problemi që mund të haset, të jesh pak më i përgatitur. Kemi persona, do të them faktikisht fëmijë ose ndoshta pak më të rritur në moshë, flasim tash, që vijnë ndoshta enkas për këtë gjë, do të them për vetëmbrojtje. Po, është aktuale tash edhe më shumë tek ne, pasi që e dim se si zhvillohet, si është, do të them, siguria këtu, edhe të gjithë nuk kanë dëshirë të kenë të qasin sportit për garim, mirë po, ka vetëm dëshirë të mësoj si sport karaten, disiplina dhe të vetëmbrohet. Në rast nevoje, kjo që themi po kushtimisht i ka të gjitha ushtrimet apo vetëmbrojtjet i ka të perfeksionuar dhe ndihet më i sigurt.
Ta lëm pak anash karaten, jo për ngarëtësia, po të flasim pak sepse veç se po afrohemi fundit të bisedës, po gjithsesi dua të përmend edhe një sport tjetër që ju faktikisht veç se ushtroni edhe punoni që sa kohë, flasim pak edhe për notin, meqense veç se jemi në sezonën verore. Edhe noti po ashtu besoj shumë i rëndësishëm për njeriun, për organizmin, për trupin dhe për fizikun, për mendjen në përgjithësi. Po, patjetër, noti si sport është edhe shumë i rëndësishëm të gjithë fëmijët edhe me thonë si obligime kanë prindërit të cilët i kanë fëmijët në moshët 5-6 vjeçare më të rritur të mundohen të mësojnë notin. Unë mendoj se ka qenë ideja e disa nga prindërve të cilët kishin dëshirë që fëmijët e tyre të sjellin tek unë dhe të mbajnë një kurs noti për fillestarët. Atë kursin e realizuam me sukses, ishte kurs intenziv dhe kishim goxha nxënës. Pasi që unë jam edhe profesor edukatës fizike në shkollën Ibrahim Temo në fshatin Slemnic, ato gjetën, me thonë, bashkëpunimin apo organizimin e prindërve dhe një grup të nxënësve i kalova shumë me sukses. Mendoj se me thonë mund të vazhdojmë edhe më tutje, tash nuk varet edhe prej kohës edhe prej mundësive si kemi. Ekziston një ide apo një mendim që mund të vazhdojë edhe tutja apo jo? Ka interesim besoj edhe nga fëmijët apo prindërit e tyre për të vazhduar sërish me le ta quajmë klubin e notit Shkumbini? Po, patjetër ne funksionojmë edhe si klub, mirë po, i thash, me thonë duhet të jetë edhe koha edhe mundësia, edhe interesi i fëmijëve që të vazhdojnë edhe për garim, jo vetëm për atë fazën fillestare të cilën e mësojmë në mënyrë intenzive për 7 deri në 10 ditë. Kemi kushtet, apo kemi hapësirë, kemi interesim ndoshta që të vazhdojmë edhe për garim, apo edhe në mënyrë profesionale me klubin e notit, apo në sportin e notit tek ne? Po, kemi kushte edhe në pishina private, po tash kemi edhe pishinën shtetërore në komunën të Tavës, mirë po, aty është pak më punë e ngjeshur me punën e termineve, kurse në pishina private ne kemi funksionuar dhe ja kemi arritur qëllimin, domethënë kemi arritur të mësojmë fëmijët në notin fillestar. Para shumë kur do duaj të nisnim me notin, qoftë ata që dëshirojnë të miren në mënyrë profesionale, qoftë të tjerët, thjesht si sport, apo normal noti është edhe nevojë, është diçka që duhet ditur nga gjithsecili, mendoj unë të paktën. Po, mendon për mosha, mendoj mosha është ideale 6 vjeç e më tutje, mirë po të gjithë të merren dhe ta mësojnë sportin e notimit, po pse jo të vazhdojnë edhe në mënyrë profesionale. Çfarë momentalisht të themi, kemi të planifikuar qoftë, kemi diçka për klubin e notit, Shkumbini, po ashtu edhe për klubin e karates, dhe më thëmë para shumë diçka plane që dijen, me qënë se vetë se po jafromi fundit të bisedës që ta përmbledhim dhe të dim se çfarë të presim tutje nga ju. Po, se përket klubit të notit, kemi plan të formojmë edhe disa grupe gjatë pushimit veror, dhe ata të mbahen në pishinat të mbyllura në pishinën e komunës së Tavës, dhe gjithashtu me klubin e karates pas pushimit të vazhdojmë në mënyrë intenzive, të vazhdojmë me stërvitje, të pranojmë gjenerata të reja, të mundohemi të japim maksimumin tek fëmijët që sa më shumë të merren me sporte të ndryshme, jo vetëm me karaten, ose notimin, ose skiimin, ose çka sporte tjera. Mendoj se çdo sport ka ndikim shumë të madh tek fëmijët dhe të rriturit, po tek fëmijët flasim, edhe në mënyrën e ushqimit, edhe në mënyrën e zhvillimit, edhe në gjitha mënyrat, edhe në mënyrën e respektit ndaj njëri tjetrit, socializimit. Do thonë që ka një rol shumë të rëndësishëm sporti, që pak i kushtojmë rëndësi dhe pak e vlerësojmë ne si prindër. Pse e vlerësojmë pak, pse ndodh kjo dhe besoj sa do pak e shohim ndoshta një rritje në vetëdijsim tek fëmijët e sotëm që janë pak më aktiv me sport ose të paktën tek klube që ofrojnë sporte të ndryshme apo që ndrojnë pak a shumë situata e njëjtë. Jo, ka vetëdijsim, mirë po jo edhe atë që sa ka nevojë. Me thonë tash fëmijët
kanë shumë nevojë për sport, pasi që fëmijët duke filluar prej fëmijëve mi, derisa nuk i angazhon në ndonjë lloj aktiviteti, ato të gjithë kanë dëshirë të vetëm të rinë, të marrin telefonat, të rinë gjatë gjithë kohës të humbin kohë apo aty kemi probleme pastaj me shikimin, kemi probleme me boshtin korrizor dhe shumë probleme të tjera. Edhe pastaj fëmijët mund të hanë ushqime të cilët përgatiten, mirë po nuk kanë edhe vetdije se sa janë, me thonë, të ushqyer. Është një, për atë e them tash që kemi faj ne prindërit, pasi që duhet çdo herë fëmijët të jenë në kontroll, fëmijët të angazhohen me ndonjë aktivitet, çfarëdo lloj sporti, çfarëdo lloj aktiviteti të jetë, se me thonë kur kemi parasysh ndonjë jo kushtimisht vetëm e them, kurs në një gjuhë të cilët i ndjekim, atëherë jemi shumë të përpik dhe i dërgojmë fëmijët, i marrim, kurse sa i përket sportit, jemi pak më të tërhequr, kurse mendoj se është gabim shumë i madh, pasi që ju thash ka shumë benefite sporti dhe nuk duhet ta anashkaluar asnjëherë. Po, tentojmë, kemi tendencë të jemi pak më neglizhente të kjo pjesa, po uroj që kjo të ndryshoj edhe që sporti vërtet sepse të kuptohet më në fund se sa pjesë e rëndësishme e jetës së gjithë secilit është, të paktën qoftë në mënyrë rekreative, si hobi apo edhe dikush që dëshiron vërtet të ndjek, po, si profesionist i asaj rruge. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe mundësi t'jeni sot me ne, vërtet shumë kënaqësi si çdo herë biseda me ju, shumë suksese klubit Shkumbini Tutje, qoftë në skim, në karate, në not dhe në gjithë secilin sport që ju vetë e prezentoni. Ju falenderoj shumë dhe një herë dhe uroj ritakohemi si gjithmonë të herave të tjera për të tjera suksese. Shumë falenderoj edhe për juve dhe ju përgëzoj për punën që bëni. Falenderoj shumë. E dashur të dashur, me kaq po ju përshëndes unë edhe për sot dhe për këtë javë me mesazhe të bukura, të këndshme dhe me shumë për të menduar. E përmbyllim dhe javën, domethënë dhe këtë javë dhe ritakohemi sërish të hënën. Unë ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, mirëmbëjtje deri atëherë.